Numri i qendrave të votimit që do të hapen më 28 dhjetor është 948. Brenda një kohë të shkurtër, pasi të numërohen fletvotimet e një vendvotimi, do të publikohen të dhënat në platformën e rezultateve të KQZ-s. Sipas planifikimeve, materialet zgjedhore që janë vendosur në qendrat komunale të numërimit do të shpërndahen si zakonisht në orët e hershme të mëngjesit të së dielës për në qendrat e votimit. Numri i qendrave të votimit që do të hapen më 28 dhjetor është 948, prej të cilave 910 për votim në rregull me 2557 vendvotime. Po ashtu do të hapen edhe 38 qendra të votimit me gjithsejt 57 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës bëhet në vendvotim pasi të përfundojë procesi i votimit, ndërkaq që numërimi i votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës bëhet në qendra komunale të numërimit duke filluar nga dita e hënë. KQZ ka bërë përgatitje që më 28 dhjetor të publikohen rezultatet preliminare të subjekteve politike nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. Rezultatet nga vendvotimet e para do të fillojnë të publikohen duke filluar para orës 20 dhe ato do të përditësohen vendvotim pas vendvotimit. Pra, brenda një kohë të shkurtër, pasi të numërohen fletvotimet e një vendvotimi, do të publikohen të dhënat në platformën e rezultateve të KQZ-s.